u premtoi 300.000 vende pune. Për zuri, vetëm Bashkimin Evropian 1.099.000 shqiptarë. Jo vetëm kaq, por krijoi një racë qeveritarësh që qëndrojnë vite drite larg hallave të qytetarëve, që s'duan t'ja dinë se qytetarët ekzistojnë, se s'duan t'ja dinë se të smurët vdesin në spitale pa ilaçe, se nuk duan t'ja dinë se sot shtetësia ka zbritur në vitet 1960, se s'duan t'ja dinë se pensionistët nuk blen dot ilaçet, se pensionistët nuk marrin dot ushqimet, dhe nuk duan t'ja dinë se trit nuk kanë punë, nuk gjejnë punë dhe duhet të largohen nga Shqipëria. Të largohen është motoja e tyre. Miq, para një jave isha në Qafmalit, në midis Pukse dhe Kuksit. Aty gjeta një investim privat të një biznismenit suksesshëm mahnitës, por gjeta punëtor nga Bangladeshi. Para 5 ditë që isha në Borsh, gjeta punëtor nga Myanmari. Të rinjtë tanë ikin dhe vetëm ikin, sepse ky ju rren shqiptarët, ky është një pashish shqiptar. Ndaj dhe bëj thirrje çdo dibrani dhe dibranje që ndjen veten dibran dhe dibran, që ndjen veten shqiptar dhe shqiptar. Me 11 maj të ndëshkoj pashiqin e shqiptarve. Shqipëria nuk ka parti. Shqipëria është dheu i shqiptarve. Kombi nuk ka parti. Kombi është jeta, ekzistenca e shqiptarve. Ndaj dhe me 11 maj, çdo shqiptar duhet votoj për Shqipërinë, duhet votoj për kombin, ekzistencën e jetës. Pas 12 vitesh, Edi Rama në një akt të turpshëm kalon nga një shesh të një tjetër me nënpunësit e tij, që i merr me autobusa dhe i shëtit me detyrim, me teza bajate, me një humor banal, me qëllim të vetëm të mos përballet me ju, me qëllim të vetëm të fsheh vjedhjet që ka bërë. Ju them unë ju, o miq. Ju them unë ju, o miq. Në vitin 91, në parlamentin shqiptar, një deputet i Dibrës i Partisë Punës u ngrit dhe tha: ku ta dinim ne, ku ta dija unë, se kishte 3 dynym qylyma Enver Hoxha në shtëpinë e tij. O miq, Edi Rama e ka shtëpinë 2 herë më të madhe se Enver Hoxha. Edi Rama e ka të regjistruar në emër të tij. Enver Hoxha nuk e kishte në emër të tij, as të fëmijëve të tij. Enver Hoxha
Enver Hoxha kishte